Është vedorzuar në polici autori i ekzekutimit të biznesmenit italian Edoardo Sarki në Tepelen. Mësohet se Kamber Sulçaj është dorëzuar ditën e sotme në polici, e cili akuzohet se autori vrasjes së biznesmenit në ngjarje ndodhur më 27 shtator në Tepelen. 48 vjeçari nga fshati Mesaplik i Vlorës u dorëzuan në policinë e Gjirokastrës së bashku me armën e krimit pas negociatave me policin. Ai është shoqëruar nga avokati i tij. Kamber Sulçaj dhe familjarët e tij nuk janë emrat panjohur për drejtësinë. 48 vjeçari, i cili ishte shpallur në kërkim për vrasjen e biznesmenit italian në Tepelen, rezulton që të jetë aksioner në një gurore në Brataj të Selenicës në Vlorë, të quajtur Stone Kuramenga. Në këtë gurore është aksioner me 25% së bashku me baban e tij Delo Sulçaj, i cili ka 20% të aksioneve, dhe vllai Akil alias Ermal Sulçaj me 15% të aksioneve. Në këtë gurore janë aksionerë edhe 2 persona të tjerë të cilët nuk kanë lidhje me familjen Sulçaj. Përpos aksioneve në gurore, Kamber Sulçaj posedon edhe një stan me bagti. Ndërkohë në maj të vitit 2021 në Vlorë u arrestuan vllai tjetri Kamber Sulçajt Gazmendi së bashku me një kushëri të tyre Roel Sulçaj. Të dy u kapën me 2632 fara kanabisit, të cilat do t'i shisnin me qëllim kultivimin. Kujtojmë se më herët policia njoftoi zyrtarisht se gjatë kontrolleve në banesën e 48 vjeçarit dhe banesat e familjarëve të tij në Vlorë, policia gjeti edhe 450 fara kanabisi.